Dy shokë, Genti dhe Luani, kishin qenë të pandashëm në fëmijëri, por një mosmarrëveshje për një borxh të vogël i ndau. Vit pas viti, ata nuk folën më. Një ditë, Genti dëgjoi se Luani ishte sëmurë rënd dhe vendosi të shkojë ta vizitojë. Me një kafe të nxehtë në dorë, hyri në dhomën e spitalit. Luani e pa, heshti një çast, pastaj qeshi me lot. E prisja këtë kafe që prej ditës që u zum, tha ai. Ata u përqafuan dhe ndan lotët e faljes. Ishte një moment i thjesht, por i fuqishëm që ndryshoi gjithçka midis tyre. Shumë herë zemrat presin vetëm një hap të vogël për të shëruar plagët. Bëhu ti që fal i pari dhe shëro plagët e harruara të të tjerëve.